Unë aplikoj, nuk e njoftoj askënd kuptimin që të bëjnë ndërhyrje, njoftoj strukturat konkrete brenda vendosjes që merren me çështje të tillë. Njoftoj së pari Dejona Mihalin, që është koordinatori i komiteteve. Dejona e njofton. Që janë trupat profesionale të vetëvendosjes. Dhe kjo është prit, se e kom analizu veprimtarinë tuaj. Një nga pozicionet që ju, Beratlahu, e synonit, ishte zërreja, zyra regulatorit të energjisë elektrike. Pse ju kishit vendos me marrë pjesë në konkursin për mu zgjedh kryesues i zërrejes në 2021-s? Deklarimi im ishte kështu që nëse Arben Vitia vazhdon të mbetet në krye të qendrës Prishtinës, unë do të pauzoj aktivitetin tim politik brenda qendrës Prishtinës. Për shkak që nuk besoj në atë që ai reprezenton, gjithsesi nuk mund kontriboj dhe tërhiqem. Nëse ai ka mbështetjen e aktivistëve të qendrës, mbështetjen e kryesisë qendrore, jam në rregull, ata kanë mendimin e tyre, unë nuk besoj që është i drejtë, që është i duhur, mirëpo unë çfarë mund bëj është tërhiqem. Dhe unë tërhiqem. Bëhen zgjedhjet në cilat vetëvendosje dihej që pothuajse secili që ishte në listë deri te 92-ti do të bëhet deputet. Aq jam bërë deputet nga lista vetëm, nuk kam mbetur vetëm 20 pa u bërë. Edhe nuk kam pranuar ty as pjesë e listës. Nuk kam kërkuar të bëhem pjesë e listës, jo që s'kam pranuar, se s'më është ofruar, po s'kam kërkuar që të bëhem pjesë e listës që t'i hyj garës, se po ta kaloj garën në Këshill Qendrës, e që mendoj se do ta kaloja, do të isha me automatizëm. Mbase do zgjidhesha. Për qëllime vetëm për shkak që nuk besoja në atë që reprezentonte zoti Vitia, spajtohesha me të dhe doja që ta pauzoja. Dhe duke parë që ne për vite me radhë, për shkak që unë vjen nga sektori i energjisë, kuptimin e përvojës punës, drejtor në KEK, pastaj në KEC, doja që ishte mundësi mirë që të kontriboj për vendin, pa qenë në politikë. Edhe aq më shumë politika ishte për momentin diçka që nuk doja ta bëja. Të ushtroj mandatin e asamblisë që isha çelër, mirë po që synoj ta lej edhe ata, për shkak që nuk është në përputhje me pozitën. Dhe unë aplikoj, nuk e njoftoj askënd kuptimin që të bëjnë ndërhyrje, njoftoj strukturat konkrete brenda vendosjes që merren me çështje të tillë. Njoftoj së pari Dejona Mihalin, që është koordinatori i komiteteve. Dejona e njofton. Që janë trupat profesionale të vetëvendosjes. Dhe kjo është një pozitë profesionale. E them që kështu, unë synoj të ta bëj këtë, e di pak a shumë njerëz që mund të kandidojnë, s'është asnjë që plotson atë normën që ne e kemi. Do t'i kthejmë kësaj më vonë për të argumentuar pse. Dhe mendoj që është shumë e domosdoshme që unë të jem aty kuptimin ose të kandidoj, të aplikoj kuptimin që të ketë vetëvendosjes një mundësi zgjedhjeje. Dhe e njoftoj Mimoza Kusari Lidën, që ishte shefi grupit parlamentar, për shkak që në fund kjo kandidaturë votat duan atje për votuat atje dhe unë doja që të isha në koordinim me atë kuptimin që dëgjoj se unë do jem këtu, thjesht ka kërkoj është që emri im nëse dalë në tret parët e listës nga intervistimi, që të kam mbështetjen e partisë. Ta kam mbështetjen e partisë, vërtet? Thjesht do të jem unë aty, pa kërkuar prej askujt që të më votoj. Okej. Edhe njoftoj Nagip Krasniqin, që ka qenë kryesuesi i Komitetit për Energji. Nagipi. Po. E organizojmë një takim bashkë me një kolegun tim dhe shkojmë Nagipi ende nuk ishte zgjedh kryeshefi e KEK-ut. Jo. Edhe nuk e di. Mos gaboj, po